Dogana do të kenë një peshë të rëndësishme në negociatat e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Zëvendës kryeministria Belinda Balluku në konferencën e nivelit të lartë të drejtorëve të përgjithshëm të doganave të Ballkanit Perëndimor dhe të shteteve anëtare të Bashkimit Evropian, theksoi bashkëpunimin për të arritur në reformat dhe standardet e kërkuara prej Unionit. Ne kuptojmë shumë mirë që çdo institucion i cili bashkërendon punën me vendet anëtare dhe vendet e tjera të Bashkimit Evropian luan një rol të jashtëzakonshëm në anëtarësimin e vendit tonë, dhe jemi të angazhuar më shumë se kurrë, edhe me doganat shqiptare, të cilat janë pjesë e rëndësishme e strukturave shtetërore, mbi të cilat dalin detyra specifike në kuadër të këtij procesi të integrimit evropian. Digitalizimi mbetet një tjetër element i rëndësishëm në këtë proces. Historia 57 vjeçare e suksesit të Unionit Doganor të Bashkimit Evropian është udhërrëfyesi më i mirë për administratat doganore të Ballkanit Perëndimor në përpjekje drejt digitalizimit dhe harmonizimit të politikave. Në fjalën e tij, ministri Petrit Malaj e vuri theksin në sfidat e doganës. Prioritetet tona përfshin forcimin dhe përafrimin e standardeve me proceset doganore të Bashkimit Evropian, rritjen e bashkëpunimit rajonal mes administratave doganore të Ballkanit Perëndimor, mbështetjen dhe lehtësimin e tregtisë dhe integrimin ekonomik më të thelluar përmes koordinimit ndërinstitucional dhe partneriteteve të forta mes doganës dhe biznesit. Sikundër ndër prioritetet tona është dhe avancimi i korridoreve të gjelbër dhe të kaltër ndërmjet Ballkanit Perëndimor dhe BE-s për të mundësuar kalime më të shpejta dhe më të integruara në kufi. Gjithashtu Balluku i ftoi pjesëmarrësit të vizitojnë Shqipërinë, jo vetëm për të shijuar natyrën dhe plazhet, por edhe kulturën dhe për të njohur me historinë e vendit.